Pa kryeministër nuk im, po premtim parazgjedhor ka qenë që kemi fitu zgjedhjet. Premtim parazgjedhor ka qenë që javën e parë të qeverisë kemi rrit pagat. Qysh kemi mujt me rrit pagat nëse si në pushtet? A i dëshiron postin e kryeministrit që t'i rris pagat, nështë? Po, pagat rriten edhe të qenë ministër. Pagat rriten nga qeveria. Nuk na vjen një mendje geniale se ajo nuk është ndonjë ideje cilën s'mundet me bëu dikush tjetër. Ajo na e ka prezantuar idenë, prandaj tash politika këtë punë ka, me u bë bashk që me mposht një subjekt i cili nuk është normal, në kuptimin nuk është i zakonshëm. Lëvizjave të vendosje e keni pa, nuk është subjekt i zakonshëm dhe ai nuk mundet kështu me mjete të zakonshme. Kjo është demokracia dhe po presim. Gjithandej, nëpër Evropë kemi koalicione kundër këtyre herë të ekstremit të djathtë, herë populistëve të ndryshëm që po e destabilizojnë situatën politike. Megjithatë u mohu që ka një blok opozitar. Thjesht janë parti që kanë qenë opozit në legjislaturën e kalume dhe janë në vendin e 2, 3 dhe 4. Nuk janë bashkë, nuk është blok. Po nuk është blok, s'ka ngaru si blok, kjo është e qartë. Mirë, po numrat tash ja mundsojnë opozitës me i bëu qeverinë, opozitës e deri djeshme. Sot nuk mund të flasim më qeveria dhe opozita. Sot janë 120 deputet, cilët po presin certifikimin, dhe nëse i këshyrë të ndarë në parti, del që ato parti që kanë qenë në opozit deri dje, sot e kanë shumicën shqiptare të numrave. Dhe çfarë ka të keq që këtu të bëhen bashkë kjo shumicë dhe të qeverisin? Halli jam është tu, Haris, që këta vetbesimin e kanë shumë të ulët, nuk po i besojnë vetës që mujnë me qeverisë mirë. Unë kam dëgjuar argumente për tyre, ne nuk bëhemi bashkë, sepse mas një viti, vendosja i merr 60%. Pra, PDK, LDK, AK dhe Nisma nuk i besojnë vetës që mund ta udhëheqin një qeveri të mirë. Kështu po sillen, sepse po thojnë na kthehet kurti pastaj. Qysh ja shohin veten kaq dopt. Një skenar që ka kërkuar në vazhdimsi vetvendosja, gjithë bashkë kundër LVV-s. Po çka ka lidhje vetvendosja vazhdimisht ofendon, vazhdimisht i bën bashkë edhe kursian. Nëse neve fillon me na interesu se qysh po na çum pushteti, nuk kena me gjithë kur fjalë të mirë prej pushtetit ka shi opozitës. Për ata, opozita janë hajvana. U bënës u bën bashkë. Duhet më mësu me këtë lider i cili nuk nje as partner, nuk nje as bon ton, as regula. Ky nje vetëm të nënshtruar dhe ata që i nënshtruan ati. Ata që nuk i nënshtruan, herë bën hajvana, herë argat serbis, herë zhvatës e herë të korruptuar me ku e di unë se çfarë. Por mu po më shqetëson shumë kjo ideja opozitës që Albini po ka qef me na me u bo bashk, e hajde nas po bohëm bashk. Nuk duhet me funksionu këto 3 parti, shumë ma të vjetra se vetvendosja, me politikanë cilët i kanë bo një farë karriere, me shqyrë qka po mendon Kurti për ne që na mos me bo. Kjo është me unë nështru komplet orbitës funksionale politike të zotit Kurti.